Legend, burr, i pa burr. Ka po me fem në 23 vjet. Po, legend. Dhe qko ka po jash me burrat moshës tone. S'me pos as i pa, ishe kap. Jarë të ne e lu mangupi neve, trimin, në shpe. Një ndër njës ma të rritu në shpe. Vjen këto e lu mangupin, po t'i lu e mangupin jashme, njës t'i thejnë hum të shok. Bëjmë në vëllet me veti. O, i pa karakter. Burri pa ftyrë. Ky jeti. Ti jeti pik nga ato me shkuj, gjuj gurin dhe fshi e dorën me vrap se Të gjitha. Edhe ofendimet që i kam thënë kam marrë për gjitha. Arsyeja se ti ke dalë nga dera e kushte Vodafonit. Jo për nesër nuk bën as edhe një përgjegjësi. Ti nuk bën as edhe një përgjegjësi. Ke dalë ke një zgjidhje para publikut që nuk ke njoft. Te tana ti nuk e ke pranuar. Të gjitha që unë i kam pranuar. Publiku jashtë gjykon. Shajet ofendimet i kam marrë kërcim dhe kam ecë përpara me lojën teme. Kurse ti nuk ban as edhe një. Ku ke informacion ti në lidhje me publikun, që ke kompetencë tu dhe na flet neve për publikun. Në qoftë se unë, vetbesimi im është në qoftë se unë ndërri finalen, që unë jam i rrezikum çdo ditë nga temperamenti që kam, ti zojnë, po shkova në finalo, nuk le me fitu në botë. Se do i tregoj shqiptarëve se kush jam tamam. Ti je personi që na shan familjet, ke manku fjalin, ke shafen, kurse unë ty s'kam ba, asë dhe i gjatë. More vesh, ti e shembull tu për të marrë vesh njerëzit se si nuk duhet të jesh në jetë. Të gjitha, ti kam ba të gjitha, as kam gja, as edhe kërkes, as edhe një familje tane, kam dhënë vetëm fakte. Dhe ti, gotë dashu, nuk e fiton para me bigur, kash. Nuk duhet të nosh zikon moral, nuk duhet kalosh në ofendime të herë pas herë. Ti qa nuk ke ba, ke sha grun, ke një që ndje, të gjitha i ke ba. Nuk ka lujt njerë brënda Big Brotherit. Ke lujt me familjet e tjerë. Të gjitha, kur, me asni, ti ke sha, me tom, me moral, me krejt, me ti ke lujt, me familjet e krejtve. Me familjet e krejtve ke lujt. Unë një njeriu më i pastër para shqiptarëve. Me familjet e krejtve. Më i pastër. Me familjet e krejtve ke lujt. Jam njeri me gabime, por ama nuk i shaj familje të askuj. Ti, ma e me, pa ne gjeni na, po qa do tush për Ilnisën, qa do tush për Ilnisën? Ilnisën, bravo i qoftë dhe kuptova që Ilnisa është suportuese e femrave dhe i pëlqen që në moment që një vajzë e re cënohet moral, suporton një djalë si puna jote. Të dhem ty vëmbi i prishur që thot Ilnisa, për çështje tabuje, për çështje fesh. Të dhem ty, që më thu mua kryqi. Të dhem ty. Ti viktima. Të dhem ty, viktima që ti. Të dhem, sepse Ilnisa ka pa qëfar si edhe ti, dhe do të afrojnë një femër si puna jote. Një femër si puna jote. Ka asau me edisen. Nuk ke shans. Ajo nuk i shan kujt familjen. Kur del kjo del me kokën nalë. Ti del si mjen ma pa kryqe, ke thonë. Si mjen ma pa kryqe. Të gjitha i kam provoku. Kam provoku dhe prekenen, dhe edisen, dhe e kanë qesh. Kurse ti ke bërë vetëm lojë. Ti nga ke prem bes, ti më ke prem bes mu, dhe nga që më ke prem bes ty. Zoti balë, më kanë imbu, që ti je ke bo gabime, mas gabime. Shife, vetëm shife, vetëm shife. Për balë të thash, unë jam në rrezik çdo ditë nga temperamenti që kam, që ti doroj gjitha provokimet, që jam